ka bo thirrje Ramushi, domethënë, komandanti i zonës, Ramush Haradinaj, me shku, me dalë ndihmë, domethënë, se ishin kon keq me municion shumë. Aty domethënë ka bo qendres titanike, Daud Haradinaj, domethënë me ne, pse u luftu domethënë me grupet më elitet servisa, peja veç i shkollën ndame. Peja i shkollën ndame prej urës Guri, domethënë deri te ura Zallit, ish pa kriju një farë kordoni, domethënë ata shqipaqit prita, tenka, automjetet e tyne ishin në isha, domethënë edhe ishin pa vendos snajperista, domethënë në qytetin e Pejës, është ajo shtëpia e madrave. Peja i shkon në plan, domethënë me bashkëgjit Malit Zi, edhe me hard, si territor, domethënë mi taku Malit Zi. Po, ja ka pas pak frikën e Ramushit, edhe plus asi ja dit na ka lëzun pak vetën. Te kishin pas qëllimin edhe ata sikur na, domethënë mos me grabit, po veç me ecë domethënë përpara, edhe Mitrovica nuk i shkon ndorë shkaut. I shtiru me kohë. Po, që kjo kom pak problem, domethënë. Me datën 1 maj diku, ka bo thirrje Ramushi, domethënë, komandanti i zonës, Ramush Haradinaj, me shku, me dalë ndihmë, domethënë, se ishin kon keq me municion shumë. E ke marrë municionin, jem nis, ke malltu nikon ja 2 ditë e 2 natë. Kem pas edhe një djalë të plagosën, një farë lavinat Elshanin me veti, edhe kem vazhdu, i jem shku, domethënë, i kem dalë ndihmë komandantit, i kem çu municion, jena shku në fshatin Maznik, mas parti, kena pushuat në atë. Nestit, o dalë Ramush nga ka bo resht tënve, edhe nga ka jep detyra, tha, ju thash, vazhdoni tha për fshatin Ratish, edhe në shpërdau në për zonat ndryshme, domethënë. Po, të Ramush i kem gjetë, domethënë, pak ma rregull, pse funksionoj ke pak ma mirë, domethënë, kuzhina, ushqimi, vike ma me rregull. Fjetja nuk ish, po, qëto tjera, domethënë, qëto si na vyshën mas shumë, domethënë, ushqimi, si ish primar, domethënë, ata gjetëm aty, mas anej ka zgjat diku edhe një 3 javë lufta aty, po në qatë betejën e fshatit Ratish, ajo kon një ndër beteje, domethënë, thëm, asi beteje veç në filma në Vietnam, s'kum pa, aty domethënë ka bo qendres titanike, Daud Haradinaj, domethënë me ne, pse u luftu domethënë me grupet më elitet servisa, po nuk i kem leju domethënë me përparu, sa ata mendojshin me përparu, domethënë edhe me bo synimi i tyre veç me bo edhe një masakër, domethënë edhe me shku Serbi, domethënë me thonë si na e kryjmë edhe çet masakër edhe i arritëm qëllimin tonë. Po Dauti është tregu shumë tremi i madh. Edhe ke domethënë obligim i mbrojtja të popullat civile. Na u vran 13 vet, 13 djem, krejt 3, 18 vjet, 19, deri 20 më i madhi. Po pika si në shu, domethënë. Amo kur kem përparu, domethënë, kem marrë municionin, jem shku domethënë te pikat e tyne, i kam pas edhe ata humbjet mëja. Ata kanë pas humbjet mëja. Ja kem marrë municionin, ja kem marrë armatimin, ja kem marrë krejt çka kanë pas aty, domethënë, i kem përvesuna, i kem marrë domethënë ato. Po kishin pas humbjet mëja, se u shishin aty gjurmë, domethënë që ishin lidh, domethënë vartë, ishin lidh. Keni pa edhe kufomat, domethënë. Kufomat jo, se kufomat shkijet çdo herë, domethënë asnjëherë nuk kanë lënë kufoma. Qash jem kon gjendje me luftu një fshat me koll, krejt fshatin, a kufomën nuk e kanë lënë kurrë hiç. E kanë pas strategji ushtarake, ato domethënë as i kufom s'ke mujt rrall, ke mujt ndaj një aty këtu veç shumë të në raste, domethënë ata i kanë të rre kufomat. E kanë pas ashtu domethënë ato nuk e di, veç e kanë pas primar ata, domethënë kufomat si kanë nuk kërkajsh. Atëre, me aty në pik, jena tesh me një farë Gecin, a i kish pas diko një 2-3 ushtarë, domethënë aty, edhe na që ka shkum, veç kryesisht, domethënë qatë zonë që kemë vepru na, për 1400 ushtarë s'ki pas as një mujq. Dejnë në përfundimit luftës. Se tjerë, domethënë, kanë kalu në Shqipni, në Malzi, një pjesë, nuk e konë të në kohën. Me 400 ushtarë, domethënë, që e pjesë, domethënë, u liru. Po metën se
dikush thike du më shku mistru familjen, kthena prap mos u kthy, domethënë. Dikush shkoj me të plagosën, mos më i kemu kthy, domethënë se është problem se Serbia domethënë e mobilizoi ushtrinë mi mbrojt kufit. I rrethoi krejt kufit, domethënë në mënyrë shumë, domethënë tamam çelik e boni, krejt domethënë krejt kufinin e msheli. Është problem shumë me depërtu popullata. Dhe thymjen e kufinit, domethënë që u bë atëherë si hinë ushtria jonë, domethënë e thyn kufinin koshare, që atë u bë luftë e madhe aty. Po u bë edhe një ndihmë e madhe, se domethënë ata pe atje, edhe na pe kënejt, edhe plus NATO si sulmoi ke penaltit i shkaktu humbje të mëdha, janë mikit domethënë edhe peja veç i shkollën ndomë. Peja i shkollën ndomë prej urës guri, domethënë deri te ura e zallit, është pa kriju një farë kordoni, domethënë ata shivasit prita, tenka, automjetet e tyne ishin e njësha, domethënë edhe ishin pa vendosë tajperista, domethënë në qytetin e Pejës, është ajo shtëpia madrave. Kojna hija dit na jemi konë dikun një 13-14 vetë. Jemi në Pej, s'ki pas, e krejt e ki pas dhame të Pejën dysh. Po e ka pas frike pak ramushit ata. Jemi zhujt me ta. Këfori nuk heke të partë, se thëjsh na nuk po dimi, na kanë nga tru hartat. Hini ju, thëjke na mas juve. Po edhe këfori u konë, domethënë, që shumë thonë, sa na kanë mbrojt neve, qash i kanë mbrojt edhe sërt. A dhe thëjke se na nuk mundu, thëjke këta thëjke mos mi mbrojt, e mi mbrojt vesh juve. E u konë sakrifisa madhe, valla, mos njeru Peja, se domethënë Peja i shkonë në plan, domethënë mi bashkëgjit malit zi. Edhe me hart, si territor, domethënë mi taku malit zi. Po, ja ka pas pak frikën e Ramushit, edhe plus asi a dit nga ka lëzun pak vetën. Kanë bërë rezistencë, kun janë 2 orë, po valla. Ja 2 orë kanë bërë rezistencë ata. Se ishin kënë përgatitur, ne ishin qita dhe snajferisa, domethënë po e ponë si na kem për i me, se kem njetë më këthy mrapa, edhe du në madhej. Jo dhe Mitrovica u kënë e shtirume. 30 pjesa e Mitrovicës u kënë e shtirume, domethënë po, fatkesir, domethënë populli jonë, lakmon pak. Tek kishin pas qëllimin edhe ata sikur na. Domethënë mos me grabit, po veç me hecë, domethënë përpara, edhe Mitrovica nuk i shkon dorë shkaut. I shtiru me kohë. Po, që kjo kon pak problem, domethënë. Ramushi kon komandant, domethënë, që thonë as një minutë që ka vlerë ushtrinë vetën, domethënë, një komandant që ka pas tamam për i me, mi shu luftën dhe në fund. Domethënë, ju kanë vrarë vllazit, po ati pikloti si ki po. A i në vend na, domethënë mi jep gajrat ati, na jep këneve, domethënë. Komandant, tamon i qelik, domethënë, komandant, ka pas edhe besa dhe strategjit luftës, e ka pas, na ka jep moral të madhe, edhe konë edhe modest. Nëse jem shku mi hap një istikam, ato ki pas aty. Ja ki pas me kram, ja ki pas me kacija, i të kalimush aty, domethënë, atë ka jep moral të edhe me konë i lodhën krejt, a i të ka këfil, domethënë, si mi jep maksimumit, domethënë, aty kem pas fat që kem pas komandant, domethënë, të zonës. Ato e Dautin e, kem pas edhe komandant të tjerë, Bekim Berishën, Aben, që domethënë edhe shteti kroat, domethënë, i bën nderimet më të mëdha, domethënë. Vallon nuk e kemi taku edhe kum pas ondër mi taku, domethënë, se ai u kon, që shumë thonë ai u kon inspirim për neve të rive, domethënë, unë zdi unë kum pas, që shumë thonë se ondër, domethënë mi përgja pak atina, domethënë, se u kon problem mi përgja atina, domethënë, po ai u kon një ndër komandantët më të përgatitur, u kon shumë diverzant i fort. Po, fatkesisht një nek, domethënë, kora dëshmor, po u kon humje e madhe, domethënë, për shtetin tonë, se ai u kon komandant tamam strateg i madh.